Sejd ibn Amir el-Gjumehi. Sejd ibn Amir el-Gjumehi është njeriu që bleu ajretin me dynja dhe preferoi Allahun dhe pejgamberin e tij mbi çdo tjetër. Historianët, njeriu Sejd ibn Amir el-Gjumehi ishte njëri prej atyre mirave që kishin dalë në vendin e quajtur Tenim, jo larg Mekës, me ftesën e Paris Kurejshite, që të jenë dëshmitar të ekzekutimit me vdekje të Hubejb ibn Adijit, njërit prej sahabëve të Muhamedit a.s., të cilin e kishin zënë tradhtisht Kurejshitët. Fuqia e tij e pafrenueshme rinore i kishte mundsuar të deportojë në mesin e turmës, derisa arriti te paria e Kurejshit, ku ishte Ebu Sufjan ibn al-Harbi, Savan ibn Umeje e shumë të tjerë, të cilët shkonin në krye të kolonës. Kjo i bëri të mundur që ta shohë robin e Kurejshitëve të lidhur me pranga, ndërsa turma e grave, fëmijëve dhe të rinjve e shtynin në drejtim të sheshit ekzekutimit, Trekëmshit. Këtë e bënin në shenjë hakmarrjeje ndaj Muhamedit a.s. për të vrarët e tyre në betejën e Bedrit. Kur turma e madhe arriti me robin e saj në vendin e caktuar për ekzekutimin e tij, njeriu Sejd ibn Amir el-Gjumehi qëndroi me shtatin e tij të hedhur duke e soditur Hubejbin se si e çonin te Trekëmshi, ku edhe ja zgjidhen prangat. Atëherë u dëgjua zëri i tij i fuqishëm dhe i qetë në mesin e ulurimave të grave dhe të fëmijëve duke thënë: "Nëse dëshironi, më lejoni t'i fal 2 rekate para se të më ekzekutoni." Pastaj e pa Hubejbin se si u kthye kaqabja edhe i fali 2 rekate. Oh, sa bukur i fali dhe sa mirë i kompletoi. Pastaj e pa se si u kthye Parisë popullit duke u thënë: "Betohem në Allahun, se sikur të mos kishit menduar se po e zgjas namazin nga frika prej vdekjes, do t'isha falur më gjatë." Më vonë, e pa me 2 sytë e vetë se si populli e masakronte Hubejbin për së gjalli, duke ja prerë një nga gjymtyrët e trupit e duke pyetur: "A dëshiron që Muhamedi të jetë në vendin tënd dhe ti të shpëtosh?" Derisa gjaku shkonte si rreke prej trupit të tij, Hubejbi përgjigjej: "Betohem në Allahun se nuk do dëshiroja të jemi qetë me gruan dhe fëmijët e mi, nëse Muhamedi a.s. theret, qoftë edhe nga një therr." Kur i dëgjuan këto përgjigje prej tij, të pranishmit i ngritën duart e tyre dhe brohoritën me zë të lartë: "Mbyteni, mbyteni!" Pastaj Sejd ibn Amiri e pa Hubejbin se si e çonte shikimin e tij nga qielli. E ai ishte mbi terrasën e ekzekutimit dhe lutej duke thënë: "O Zoti im, mbyti ata, që të gjithë, dhe mos e përjashto asnjë." Pastaj ta shpirt, e në trupin e tij nuk mund të numëroheshin të rënat e shpatave dhe të goditurat e shtizave. Kurejshitët u kthyen në Mekë dhe në rrëmujën e ndodhive të tjera, harruan trupin e Hubejbit dhe vrasjen e tij. Mirë po djaloshi i ri, Sejd ibn Amir el-Gjumehi, asnjëherë nuk e hoqi nga mendja Hubejbin. Hija e tij i paraqitej në ëndër kur ai flinte, e kur ishte zgjuar, ai e shihte hijen e tij. Gjithnjë kishte parasysh pamjen e tij duke i falur ato 2 rekate, të cilat i fali në qetësi, ndonë se ishte para dërrasës së varjes dhe gjithnjë i dukej se po e dëgjon zërin e tij kur ai lutej kundër Kurejshitëve dhe kishte frikë se mos do ta godasë Rufeja apo diçka tjetër nga qielli. Rasti i Hubejbit i mësoi Sejdin atë që më parë nuk e dinte. Mësoi se jeta e vërtetë është besim dhe luftë, dhe se për besimin dhe bindjen tënde vlen të luftosh deri në vdekje. Mësoi po ashtu se besimi i fortë bën çuditëra dhe mrekullira. Sejdi mësoi se njeriu të cilin aq shumë e donin sahabët e tij patjetër duhet të jetë pejgamberi përkrahur nga Zoti. Kur i pa dhe i kuptoi të gjitha këto, Allahu i hapi zemrën për Islam. Në një rast, ndërsa ndodhej në një tubim të madh, ai u ngritë dhe e shpalli distancimin e tij nga mëkatet e Kurejshitëve, duke i braktisur idhujt dhe bestytënitë e ignorancës së tyre, dhe e shpalli haptazi se ai e pranon fenë islame. Më vonë, Sejd ibn Amiri emigroi në Medinë, e shoqëroi pejgamberin a.s. dhe ishte pjesëmarrës në betejën e Hajberit dhe në betejat e mëvonshme. Pasi Muhamedi a.s. ndroi jetë dhe kaloi në jetën e amshueshme, duke qenë i kënaqur ndaj tij, Sejdi, edhe pas vdekjes së tij, mbeti shpatë mpret në kohën e Ebu Bekrit dhe Omerit radiallahu anhu. Ai ishte shembull i rrallë i besimtarit, i cili e kishte bler ajretin me dynja dhe kishte preferuar kënaqësinë dhe shpërblimin e Allahut mbi efshet e shpirtit dhe kënaqësitë e trupit. Të 2 halifët e pejgamberit a.s. e njihnin mirë Sejd ibn Amirin, besnikrinë dhe devotshmërinë e tij, e prandaj dhe i dëgjonin këshillat e tij. Në ditët e para të sundimit të Omer ibn al-Khattabit, hyri tek ai dhe ju drejtua me këto fjalë: "O Omer,
këshilloj të kesh frikë Allahun në marrëdhëniet me njerëzit e jo të kesh frikë prej njerëzve në marrëdhëniet me Allahun. Fjala jote të mos vinë në kundërshtim me veprën tënde, sepse fjala më e mirë është ajo të cilën e vërteton vepra. O merr, bëhu i njëjtë për të gjithë muslimanët, fatin e të cilëve Allahu ta besoj ty, si ndaj atyre që je ke afër, edhe atyre që je ke të largët. Dëshiroju atë që dëshiron për vetveten dhe familjen tënde. Mos e dëshiro të keqen atyre, ashtu si nuk e dëshiron të keqen vetvetes dhe familjes tënde. Bëhu i qëndrueshëm në vështirësi, në emër të së vërtetës. Në rrugën e Allahut mos u frikso prej qortimit askujt. Omeri pastaj pyeti: kush mund ta bëj këtë o Sejd? Ai u përgjigj: këtë mund ta bëjë një njeri si ti, i cilit Allahu ja besoi fatin e umetit Muhamedit alayhis salam, dhe në mes tij e Allahut nuk është askush tjetër. Pas kësaj bisede, Omeri radiallahu anhu e ftoi Sejdin që ta ndihmoj dhe i tha: o Sejd, unë po të emëroj valit e Himsit. Sejdi u përgjigj: o Omer, pasha Allahun, mos më drejton nga kjo botë e të harroja i retin. Omeri i dhëruar ja ktheu: qytet në Siri, ndërmjet Damaskut dhe Halepit. Në të gjëndet varri herojt e madh Islam, Halid ibn Velidit, që është me ju. Më keni varur në qafë tërë këtë barë, hilafetin, udhëheqjen e muslimanëve, e pastaj më lini vetëm. Atëherë Sejdi ja ktheu: pasha Allahu nuk do të lë. Pastaj Omeri e emëroi valit e Himsit dhe i tha: a të caktoj një pak të rregullt. Sejdi u përgjigj: ç'të bëj me të o përjesi muslimanëve? Ajo që më ndahet nga fondi i pasurisë së muslimanëve i plotson nevojat e mia dhe më tepron. Pastaj shkoi në Hims. Nuk shkoi shumë kohë dhe erdhi tek Omeri një delegacion nga Himsi, në të cilin ai kishte besim të plot. Omeri ju drejtua atyre me këtë fjalë: shkruani emrat e të varfërve të Himsit, që t'u jepet një ndihmë e cila do t'u plotsojë nevojat më elementare të tyre. Delegacioni e përpiloi listën e të varfërve dhe ja dorëzoi Omerit radiallahu anhu. E në mesin e të varfërve gjendej edhe emri i Sejd ibn Amirit. Kur Omeri e pa emrin e tij pyeti: kush është ky Sejd ibn Amir? Ata ju përgjigjen: valiu ynë. Omeri pyeti përsëri: valiu juaj i varfër? Ata u përgjigjen: o pasha Allahun, kalojnë ditë të tëra në shtëpinë e tij nuk ndizet zjarri. Duke i dëgjuar këtë fjalë, Omeri qau derisa lotët ju bashkuan në mjekër. Mori 1000 dinar dhe i vuri në një qese dhe tha: përcjellni Sejdit të falat e mia dhe thuajni: halifja i muslimanëve t'i ka dërguar këtë të holla për disa nevoja personale. Delegacioni shkoi te Sejdi dhe ja solli qesen. E pa atë dhe, kur i pa dinarët, filloi t'i largoi duke thënë: ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Ishte goditur, sikur t'i kishte ndodhur ndonjë fatkeqësi. Kur e vreti këtë gruaja e tij nxitoi tek ai për t'i dalë në ndihmë dhe e pyeti: ç'të ka ndodhur o Sejd? A mos ka vdekur halifja e muslimanëve? Sejdi u përgjigj: jo, diçka më e madhe se ajo. Kur ajo e pyeti përsëri: a mos kanë psuar muslimanët të disfatën në ndonjërin prej betejave të tyre? Sejdi përsëri u përgjigj: jo, diçka edhe më e madhe. Atëherë ajo pyeti: çka mund të jetë më e madhe se kjo? Ai u përgjigj: ka hyrë tek unë dynjaja, që të ma prisha i retin, dhe hyri e keqja në shtëpinë time. Gruaja tha: largoje atë, duke mos ditur asgjë për dinarët. Ai e pyeti: a do të më ndihmosh? Ajo u përgjigj: po. Sejdi i mori dinarët dhe i ndau në qese të vogla, e pastaj u andau muslimanëve të varfër. Pas një kohe të shkurtër, Omeri shkoi në vizitë në Sham për të parë përsa afërmi gjendjen e popullit. Pastaj arriti në Hims, që quhej El Kuvejfe, Kufa e vogël, për shkak të ankesave të shumta të banorëve të Himsit ndaj valive të tyre, ashtu sikurse vepronin banorët e Kufës në Irak. Me rastin e ardhjes së Omerit radiallahu anhu, banorët e Himsit kishin ardhur për ta përshëndetur atë dhe ai i pyeti: si sillet valiu juaj? Ata u ankuan dhe përmendën 4 çështje, secilën më të madhe se tjetrën. Omeri tregon e thotë: i bëra bashkë banorët e Himsit dhe valiun e tyre, dhe i luta Allahun që të mos zhgënjejnë atë, sepse kisha besim të madh. Kur u bën së bashku tek unë, ata dhe valiu i tyre u thash: për çfarë ankoheni nga valiu juaj? Ata u përgjigjen: nuk paraqitet në mes nesh, vetëm pasi kalon një pjesë e mirë e ditës. I thash: ç'tua për këtë o Sejd?
Heshti pak, e pastaj tha: Pasha Allahun, nuk kam dashur të flas për këtë. Mirë po, pasi po më pyesni, po ju tregoj. Familja ime nuk ka shërbëtor. Prandaj unë çdo mëngjes e përgatis brumin dhe e lë një kohë derisa të vi, e pastaj i gatuaj bukët. Pas kësaj marr abdesë dhe dal në popull. Omeri pastaj pyeti: Cila është ankesa tjetër? Ata thanë: Askujt nuk i përgjigjet në ftesë gjatë natës. I thash: Ç'thua për këto, Sejd? U përgjigj: Pasha Allahun, nuk kam dashur ta nxjerr në shesh këtë. Unë ditën ja kam kushtuar nevojave të popullit, kurse natën e kam caktuar t'i bëj ibadet Allahut. Omeri pyeti prap: Cila është ankesa tjetër? Ata u përgjigjen: Nuk paraqitet e ne një herë në muaj. E pyeta: Ç'thua për këto, Sejd? Ai u përgjigj: Nuk kam shërbëtor o udhëheqës i muslimanëve, dhe nuk kam rroba të tjera përveç këtyre që kam në trupin tim. Do i laj një herë në muaj dhe i lë të thahen. E kur të thahen i vesh dhe dal në popull dikur vonë nga fundi i ditës. Pastaj Omeri pyeti përsëri: Për çfarë ankoheni tjetër? Ata u përgjigjen: Shumë herë thellohet në mendime kur rrim së bashku, saqë nuk di se ku është. E pyeta: Ç'thua për këtë, o Sejd? U përgjigj: Isha dëshmitari i mbytjes së Hubejb ibn Adit, kur unë isha pa besimtar. E kam parë se si kur i shitët i aprinin gjymtyrët e trupit një nga një dhe i thonin: A do të dëshiroje që Muhamedi të jetë në vendin tënd? Ndërsa i përgjigjej: Pasha Allahun, nuk do të dëshiroja që unë të jemi qetë me familjen time me fëmijët e mi, e Muhamedi të therret qofte edhe prej një therre. Betohem në Allahun, se çdo herë që më kujtohet ajo ditë, edhe i bëj pyetje vetes përse nuk i dola në ndihmë. Më kap frika se Allahu nuk do të ma fal këtë, dhe për këtë arsye kaloj në atë gjendje. Pas kësaj Omeri tha: Falënderimi qoftë Allahut që nuk më zhgënjeu në para gjykimet e mia ndaj Sejdit. Pastaj nxori 1000 dinar dhe i adhuroi Sejdit për t'i plotësuar disa nga nevojat e tij më elementare. Kur i pa gruaja e tij tha: Falënderimi qoftë Allahut i cili na liroi prej shërbimit tënd. Blej gjërat ushqimore dhe merre me pagë një shërbëtor. Sejdi ja ktheu: A ke propozim më të mirë se ky? Gruaja pyeti: Cili është ai? Ai u përgjigj: Ja japim atij që na i kthen, atëherë kur ne kemi nevojë shumë të madhe për të. Gruaja pyeti: Kujt? Ja japim dikujt për Allahun, si hua më të mirë. Gruaja ja ktheu: Allahu të shpërbleft me të gjitha të mirat. Ende pa u larguar nga tubimi, dinarët i shpërndau në disa qese dhe i tha njërit nga familja e vet: Dërgoja këta dinarë të vejes së filanit dhe jetimve të filanit, të varfërve të familjes së filanit dhe atyre që ka nevojë prej familjes së filanit. Allahu qoftë i kënaqur me Sejd ibn Amir el-Jumehiun. Ai ishte prej atyre që u jepte përparësi të tjerëve parave të vetes, edhe pse ai kishte nevojë për pasuri.